mos je pak kundër investitorëve, kundër biznesit të madh, më shumë si filozofi që ke si parti, si individ, dhe i urren gjithë investitorët gjithë një lloj. Sepse Zvërneci në Semlion kam dëgjuar, dhe kam lexuar si puna juaj, do ta pak më shumë se ju kam informacion të fundit, që Radio Europa e Lirë, nuk e dini se ke patur kohë, dha një koment, Radio Europa e Lirë, që është e financohet nga Shtetet e Bashkuara. Dha një koment të kompanisë investuese nga Zvërnec, dhe tha, ne do të investojmë pavarësisht protestës, pa them thelbin, por do zbatojmë çdo kërkesë të protestuesve. Atëherë, si ma komentoni ju, se është investim 4 miliard dollar, janë 10.000 punojës, Arlind. Pra, ti me teorinë tonë kundër gjithë pronarëve të mëdhenj, gjithë turë, gjithë janë hajduta, maskarici, nuk janë të gjithë. Pra, këto hapin front të pune, 10.000 punojës. Dhe si që tha Rama, tani po thërë që tha Rama, atë kthehet zona e Vlorës dhe Myzeqeja në një fabrikë që kur ndërtohet ky rezort i madh me elitar, ka nevojë për ushqime, për blegtori, për perime, për gjitha, që ngrenë zinxhirin që rrisin jetesën dhe nivelin ekonomik të zonës. Pse je kundër? Ta jap shpjegimin. E para një herë, këta që flasin për 4-5 miliard dollar investime, ende nuk kam bërë publik asnjë lloj projekti, asnjë skicë minimale. E dyta, edhe zonë mbrojtur natyrore, edhe 10.000 njësi banimi, sa kam premtuar që do të ndërtohet, 10.000 njësi banimi, disa shumë që janë, do të ta shkatrosh tërësisht ekosistemin. E treta, edhe sot që flasin, turizmi po zhvillohet në Shqipëri apo jo, sipas statistikave. Hyn më shumë lek, se s'kan hyrë, më po shumë. Prit një sekondë. Mi po çfarë ka ndodhur? Prapë sipas dhënave zyrtare. Pavarësisht se është rritur turizmi, po bie prodhimi bujqësor dhe prodhimi industrial. Më kupton? Pra efektet e zhvillimit të turizmit në Shqipëri, nga që nuk janë të mirë menduar, nuk është një projekt i mirë menduar, nuk është lajm i mirë as për bujqësinë, as për industrinë, por mund të jetë lajm i mirë për bujqësinë dhe industrinë e vendeve fqinje. Dhe ky është problemi pra, që ta shikosh turizmin si fetish dhe jo si një komponent që vërtet mund të kontribojë, nëse mendohet siç duhet në zhvillimin e vendit. E katërta, mos harro diçka, që ti nuk mundet t'i vësh një vizë të gjitha gjërave thjesht në emër të investitorit të madh, sepse aty në Zvërnec, unë isha, fola me qindra banor, ata kanë shqetësime serioze për faktin që është gabritur prona. Pa ti nuk mund thuash, me që do hidhen aty miliarda euro, le të shpronsojmë ja 3-400 fshatarë, ku japin tokën gangsterë.